Përshëndetje të nderuar miq, jemi në atmosferën e festave të nëntorit, dita e alfabetit, 28-29 nëntori, aktivitete, promovime librash, por si po festohet dhe si po kalon kjo atmosferë në trevat tona, do të shkojmë për këtë për të folur në Maqedoninë e Veriut me historianin Arben Valla. Zoti Valla, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe gëzuar festat e nëndorit. Gëzuar për gjithë shqiptarët kudo që janë. Por këto festa ndjen më shumë, ashtu sikur ne kemi diskutuar edhe më herët, në treva, sesa ndoshta në Tiranë, në pjesët të tjera të shqiptarëve. Si janë festuar aty? Ka pas aktivitete të shumta nga ambasada jon atje. Ju keni promovuar librin në Korçov, festat pastaj 28-29, si na gjen dita e alfabetit? Të gjithë festat, domethënë dhe të alfabetit 22 nëntori dhe 28 apo 29 nëntori, këtu festojnë si muaj nëndor, domethënë muaj i festave. Fillojnë aktivitetet që më herët me programe, me muzikë, ku dhe në Shkup, edhe në Tetov, edhe në Strug, edhe në Korçov, dhe në Dibër, dhe kudo, janë festuar dhe në Manastir, domethënë 22 nëndori që është festë shtetërore dhe në Shqipëri, ka një vit mos gaboj apo dy, që është festë shtetërore, festojnë ashtu siç i ka hije, me atë sakrificin që kanë shqiptarët e Maqedonisë, ku ka rreth një vit e gjysmë, 2 vite që kur ka vëmëroja me vlenin pushtet, ka i çik ndrydhje, ka i çik ndalesa, për këto gjëra nuk është si më parë, por përsëri shqiptarët me këmbgulje me ato për të mbrojtur identitetin e tyre, flamurin, gjuhën dhe kombin i kanë festuar kudo, siç i keni parë dhe nëpër media, kudo është festuar shumë mirë dhe tani që ishte edhe presidentja në Maqedonisë së Veriut në aktivitetin e organizuar nga ambasada jon? Ditën e hënë ambasada e Shqipërisë me ambasadorin e Shqipërisë në Shkup, zoti Denion Mejdani, organizuan në një hotel të madh atje, organizuan një mbrëmje me rastin e 28 dhe 29 nëntorit festave, ku kishte rreth 1000 pjesëmarrës me veshje kombëtare, me flamur, ishte edhe presidenti i Republikës së Maqedonisë Veriut, ajo që më ra në sy mu këtë herë, domethënë një fjalim pompoz, një fjalim shumë diplomatik dhe shumë real i ambasadorit të Shqipërisë, është një nga ambasadorët e pakët, do them që edhe zoti Arben Çeku ka qenë një ambasador i mirë në këto festime, duke shprehur që ku ka qenë zoti Reka 10 vite ambasador, ka pas një boshllëk, ka pas një dembilëzëm në këto, ase duhet i themi kush diplomata dhe ambasador të tjerë, që i kam njohur nga viti 2003 këtej. Zoti Mejdani me fjalë si ambasador i Shqipërisë bëri dhe një akt tjetër dhe human dhe kombëtar, ku disa voglush të shkollës shqipe në Butel, nuk i la kryetarja, drejtoresha e shkollës, mos gaboj, të festonin festën e flamurit apo 22 nëndorin, ai ftovi këta fëmijë me veshje kombëtare me flamur të jenë mirëpritës të mysafirëve të tjerë, domethënë i rreshtovi në krah të tij, një akt sa human, sa përkrahjes, sa miqësor, që fëmijët preken shumë shpejt kur i ndalon një festë kombëtare ashtu, të presin të gjithë të ftuarit, rreth 1000 të ftuar që të huaj, domethënë trupa diplomatik, qeveritar, shqiptar, domethënë edhe shumë të tjerë që ti presin. Për kryeministrin, se presidentja ishte, po kryeministri apo nuk keni dieni? Çdo njeri ftohet nga trupi diplomatik, domethënë nga ambasada e Shqipërisë, këtu ftohet të gjithë qeveria, ftohet trupi diplomatik i huaj, ftohen personalitetet edhe maqedone dhe tjerë. Pastaj varet ata siç e kanë. Për shembull, unë po them ku ka qenë zoti Arben Çeku 2 herë ka ardhur kryeministri në atë kohë dhe presidenti dhe Ivanovi dhe Gruevski në festën e 28 nëntorit, kam qenë i ftuar gjithmonë këto dhe i kam parë në atë kohë. Këtë herë nuk ishte. Kjo tregon indiferentizëm ndaj kësaj gjëje, edhe pse 2 ditë përpara kryeministri i Maqedonisë ishte në Tiranë dhe ne respektuam, ku ai bëri promovimin e klubit të VMRO Patriotike, ku është një klub politik dhe ideologjik në një shtet tjetër, është çik problem në aspektin diplomatik dhe Shqipëria lejovi dhe nuk bëri në një not proteste, me fjalë si të hapim një parti neve të PS-s apo PD-s në Shkup, fjala vjen. Por nuk është problem. Ne qëndrojmë më lart, tek i fundit jemi më shumë në numër edhe se maqedonasit në Ballkan edhe se shumë të tjerë, domethënë po t'i shohim shqiptarët dhe nuk duhet të mërzitemi. Ne kemi bërë tonën, ftesën tonë që ata të vinin, është gjë tjetër. Por ne rëndësi ka që ne kaluam mirë vetë, sepse ishte festa jonë tek e fundit, festa jonë kombëtare, festa tona.